Shikues të News, ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Sula për të njohur bashkimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Cikloni Islanda sjell mot të paqëndrueshëm me shira dhe stuhi ere në Britaninë e Madhe dhe Europën veri perëndimore, ndërkohë pjesa e Europës qendrore paraqitet me rreshje më të pakta, ndërsa ajo lindore përfshihet nga stuhi dëbore. Nga ana tjetër, pjesa e Ballkanit, brigjet e Gjeut dhe Europa veriore dominohen nga moti i kthjellët por i stot. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë, sipas Meteoal. Paraditja paraqitet me kthjellime në ultësirë dhe vranësira kryesisht në zonat malore. Gjatë mbrëmjes do të shtohen vranësirat dhe do të rikthehen në rreshje. Temperaturat do të luhaten nga -2 deri në 15 gradë Celsius. Era fryn jugore me një shpejtësi 70 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 6 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Rajoni Mesdheut përfshihet nga moti i paqëndrueshëm, më problematik paraqitet situata në pjesën e Ballkanit edhe Italinë jugore, ndërkohë pjesa e Europës lindore dhe gadishulli skandinav kanë rreshje të dëndura dëbore, ndërsa gadishulli iberik, brigjet e Egjeu dhe deti i Zi paraqiten me mot më të qëndrueshëm. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, vranësira të shpeshta dhe rrebeshje shiu paraqiten më intensive kryesisht në veri të vendit edhe në veri perëndim të vendit me rrezik për përmbytje. Përmirësim gradual i motit pritet edhe në mbrëmje. Temperaturat do të luhaten nga 1 deri në 14 gradë Celsius. Era fryn me një shpejtësi 50 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 4 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.